dy gjëra do të theksoj. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë se nuk është në listën, është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hynë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Dhe personat tjerë që s'kan lidhje me mua janë. Po. Tani, edhe djeja u theksova. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata. Shpallja non grata bazohet në konvent të Vjenës. Kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Këtu jemi të qartë. Pse është bërë kjo ngatres? Është bërë kjo ngatres sepse për shumicën e njerëzve e marrin të tillë dhe unë nuk kisha normal të angazhohesha në betejë semantike në një kohë kur unë po angazhohesha në thelbin e çështjes. Thelbi i çështjes zotëri është ai që Departamenti i Shtetit deklaroi se Sali Berisha mund të hyjë në Shtetet e Bashkuara dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Pikë. Së dyti, ky vendim nuk është vetëm për personin, por është dhe për familjen e tij. Çdo interpretim tjetër është i atyre që kërkojnë të ushqehen me mashtrimet e veta. Nuk kam bërë asnjë lloj kërkese për asnjë lloj rrethane shtetësore apo tjetër siç duhet të mashtrojnë ata që ushqehen me gënjeshtat e tyre. Kam bërë kërkesë, në gjykat kam shkuar, rast unik në historinë e planetit për këtë çështje dhe jam drejtuar instancave shtetërore pas ndryshimit të administratës.